Bagjull. Bagjulli. Ti do të flesh apo? Si apo? Do fle po, çdo bëj, do punoj. Thash mos kishe qef për muhabet. Që muhabet zeza më i grua, që muhabet zeza. Më shëmbushur mendja top që kam lindur ditën e Kiametit. Lolës nuk po e hecën me atë burr. Tina s'po gjen burr. Kjo e vogla, kur rafsha mos o vrafsha. Vjen edhe mbesa jote. Hajde që vete. Më duket sikur jam babai i hallëve. Bagjull, kam një mendim. Sikur të marrim një qen. Do me thonë, unë pas kam lehur kote. Jo, ti vazhdimisht leh tamam. Në çdo iluzion, një ritëm për jeton. Në çdo fjalë të thon, për të vërteton. Në një çmenduri, shpresë dhe gabime, sa dashuri që lan në përbegime. Onda pjeti besoj, labirinti një loje që ku s'maron, një ju fati në qel. Një dëshire pas prehu një piruel. Onda pjeti besoj, labirinti një loje që ku s'maron, një ju fati në qel. Një dëshire pas prehu një piruel. Në një ndorim, harojmë nakime. Në një natë pasioni, tretën pendime. Je ka pikin lartë, pesti kujtime. Si so që fluturojnë në perëndime. Ondra pjeti besojnë, labirinti një loje që ku s'maron, një ju fati në qel, një dëshire pas prehu një piruel. Ondra pjeti besojnë, labirinti një loje që ku s'maron, një ju fati në qel, një dëshire pas prehu një piruel. Për të mirë dana knaqe. Ja bone kryqin? Qa kryqit, maj? I bëna topin. Maj, ja bëj unë. Shkafe turke kjo? Majdan që më ka gjetë. Qa të ka gjetë? Jam në një halët mal edhe vetë pa e marri vesh. Qfar ke, maj? Po si maj qa kam, sa herë marrë me zbrit shkallët, nga katë e pest, shkojnë aty në katë tret, edhe aty në shesh pushim, në alem të menu. Maj, pa unë, a deshta me zbrit poshtë, apo me unjit nalë? Po kur jam shpi, maj, shkoj në frigorifer, a hapi derë në frigoriferit, edhe nalem një aty para frigoriferit ta mëndë se kuk. Rritu i menu. Maj, pa unë, a deshta me fut gja, apo deshta me marrë gja? Po, maj zemë. Ti pas ke marrë fund, mi dri? Krejt, maj zemë, krejt. Ti pas ke qenje vërlem? Njështu. Hyrë, kush është në derë? Kush të hërë, maj? Po ti veti i rejta valinës? Po, maj? A i rashone? Po ti, maj? Mos i kur kush pra? A të rre më nderë se mirje. Okej, me zemër, u pak jo punë. Hajde ta shofim një filxanin tënë. Qa thot ke filxanin? Si ka dalë, si duke. Maj drit. Shi qa pas shërgëzimi që ke këtu, veti tret jeni këtu, shi ky personi që vjen nga jashtu, që ju jep një haber shumë të mirë. Ta ma shokeqe. Maj drit.
Çfarë ke këtu më ja? Kjo rrugë e hapur nga fillimi deri në fund me mirësi. Ku do shkosh shumë? Ë? Në Kavaj? Jo, më zemër. Dësh, unë një rrugë si gjatë e kam. Po e kam për nesër. Shkojnë Varreza, se im shënjë bën vitin. Ashtu po, e. Dhe mua në fakt ka një 2-3 ditë që më del rrugë në Filxhan. Edhe ti në Varre? Ke varri sa tëme. Një varë do i një ngusht, se shtrëngoheni. Jo, kam frikë se do t'ju hipin nervet edhe do të dal nga varë. Mos u mërzit se ka, varre plot tani. Le që s'kam ndërmend të vdes pa të të nisur ty përpara. Për këtë jam i sigurt, nuk kam asnjë dyshim. Prap po zjeni. Ju mjaftë se është edhe teta drita këtu. Me lash. Hajde zemër. Po ki zogu këtu. Edhe ti zogu këtu, ky vjen kë ka një haber. Bukur. Ja, shikoj këtu, ja dhe këtu. Ua, ç'është ky kryq i mbyllur këtu, ha? Shikoj këtu, një kryq i mbyllur. A nuk hapet kuna? Ke njeri me fjalë ti? Ke në Po fjalë? tash kur ke fëmijë edhe me fjali ke më zemër. Buçi, ky do t'jetë luku im i ri. Tani tutje unë do t'jem Tina, po Tina bjonde ma. I kujt është ky djalë? Luku, babi Luku, pamja ime re. Unë kujtova se the për Lukën. Për atë që i dhash një kasollë dhe i mora shtëpinë. Po, Ke dihet? ke djalin ti më duket. Po djalin e kam. E Unë pas kam nana. çupën. Shpirti mamit e bukra mamit. Tinën e kam më të bukurën e gocave. Ashtu. E kam dhe debulez shumë. Jo, të mira i ke tani. Ja, kështu. Po unë ose ty ose mami do t'i ngjaj komshiu. Alo? Emër Mirush, ti je? Prap të hoqen nga puna? Po pse, çfarë kafshë e ti? Ç'të kanë bërë, ç'të kanë bërë? Më kjo nuk është ndonjë punë e vështirë, se edhe ti je trashur ca. Më prit se do të vi vet aty. Po shkoj të merrem prap me dhëndrushin ton. Po të këtë bërë ndonjë budallëk, do ta zë nga fyti dhe e diti pastaj. Qa rrushit më i pa thot ai? A doni me bler rrusha? Jo, për këtë lëdhëndrin kështu baxhuli. Për dhe E do shumë dhëndrin e Po, vetë. moj, po, Çfarë patjetër. gallate bëjnë më dritë, veç ti dëgjosh. Ashtu, a? Njeri bie gozhdës, ndërsa tjetri çekiçit. Atëra të pikër që i të mbo me qesh me zër. Maja këtu, ha? Demi futu. O ma, celësat se kam një mbledhje. Ua, në çore kemi mbledhjen e? S'di gjon. Je, kemi mbledhje në të bordit. Ju s'keni, jeni pushim sot. Po mirë, më punë e madhe. Demi. Ta kam prishur ndonjëherë unë ty? Sa herë më ke thënë ti mua, Tina, dil nga zyra, edhe unë kam dalë ja kështu, si flutur. Ke dalë. Po dalë edhe unë. Jo, unë dua që ti të vish të pish një kafe me ne. O mami, po thuaj pra dhe ti të vi të pi një kafe, se s'ka asgjë të keqe apo jo? Hajde more djalë, hajde. Hajde se jemi tanët, hajde. Tamam, themër zemër, po hajde më re birë se s'po të hanë kush. Hajde more djalë, hajde se jemi tanët. Tani? Tani, mund të rri vetëm 15 minuta, nuk të mundem më. Me fillon mbledhje. Po ti hajde më re birë se s'po të hanë kush. Të presin ata, se nuk fillojnë ata pa ardhur ti. O ma, që po mban ti mu. Po kam mbledhje, maj mamë. Kam mbledhje, o ma, kam mbledhje. Po rrisat ke shkohë më birë. Djali, po ç'kemi? Urdo? Mirë jeni? Mirë. Të mirë e ke? Si, ku gjithu tam ti? Të maman, do më thënë. Pyet për teta dritën, mami. Ja, mirë. Mirë, shiqyr, ju si keni Si kena, plumb, keni si- kenë mira. Shiqyr. Syzat me numër i ka syzat? Jo, i ka me shkronja. Demi, të pëlqejnë fotografit? Kam të requr disa poza shumë interesante dje mbas dite. Pulbarda mamit. Shifi dritë, shifi. Të prerë janë për njëri tjetrin. Qa po ma kërkojnë, Majdan, qa po ma kërkojnë këtë djalë. Demin? Po Majdemin, kush e di sa vajza më trokasin derë. Po ja, unë si kam pëlqy, i kam këthy mrapsh. Ja, si kam pëlqy fare. Ja, i kam thamë, të pas nana me hap sytë mirë,
Me më gjetë një vajzë të mirë, t'jetë familje e mirë. Kujdes, i kam thënë. Mos me më shkel në rrës kalp se pa thënë qafen pastaj. Shumë mirë ke mësuar djalin. Ja, na shikone. Shife shkruaj. Po ta ma shife shkruje futi ka i gotu. Undro? Ai Rodrigja, si dojnë këtë halin. E me mos qaj kokën për te, unë kam halin e Diegos. Për Rodrigos, thot. Kush është Dieg, maj? Diegos! Personazhit kryesor, ke telenovela. Ke ka Dieg. Po, maj, po. Gjeje kush është këtu në mes? Nuk e njeh këtë burrin. Si këtë burin? Po ky buri jam unë. Më fal. Të lutem. Ka që. Këtu kam dalë me 2 mise. Po jam pise. Të betoj. Nuk e flasme, kam 1 vit. Kujdes birë se këtë të përlajnë. Oma, mu kush s'kanë përla dhe në këtë mosh, mu s'më përla në kërkush. Kujdes pas, nana. Ate pak. Jam i rregull. Ashtu, po të rrenë me. Demi, shkojmë i shohim fotët në dhomën time? Kam... Po. Një zyre. Ta mal një zyre, ka shije. Tina? Tina, kujdes? Okej. Demi, ku ti ka njarë me tërë këto leshën? Demi i ka gjatë jatit pas trafmet. A i ka qenë shumë leshatak. Pa dhe jati, i ka pas gjatë jatit që i ndrit leshi atje ku është, se ka qenë dhe ai shumë leshatak. Po, thoj leshit. Me u knaq në lesh, ma. E shkret ati kush e di se që ke heq me tëra të lesh në vap. Po pëse më i zemër? Unë s'jam mullu me burë, unë jam mullu me qëqër. Unë dua të tregoj diçka. Se mos më marrësh për ters? Jo se ti e di që unë gjërat më të rëndësishme ti tregoj ty të parit, apo nuk e ke vënë në re këtë? Dua të tregoj një fustan. Edhe do më thuash të pëlqen apo s'të pëlqen? Shtë? Me kënaqësi. Po ti mbyll e derën se mos na shikojnë ato. A e kuptova. Ciao, ma. Bil. Bile e tamam, debil. Se mos ka dhimbje shumë, se unë filloj bërtas, u lëras, kështu e kam unë. Jo se tek ajo klinika tjetër, bërtita aq shumë, sa që më në fund dentisti u largua vetë. Mos keni merak. Jo që, so kam shumë frikë. Mos keni merak, zonjush. Dgjoj, hapi parë në aspektin profesional është që neve do të heqim nervin, kështu që juve nuk do ndjeni absolutisht asgjë, dakord? Edhe ju lutem shumë, mos më kapni as tek kjo dorë, as tek dora tjetër, dakord? Se më krijon besdi. 1 minutë të lutem, në qoftë mos të kap as këtej, ku do të mbahem unë? Dgjoj, gjithmonë bazuar tek eksperienca profesionale e imja, më mirë do ishte ndoshta sikur të kapesh tek karigja. Sepse çupa sikur gjithë pacientët i kapnin doktorët ose dentistët dhe pastaj do bëhet puna dentistë më e vështirë se eminatorit. Dakor? Hajde. Hapë gojën. Prit. Po, unë nuk e ndjej fare, Po të thashë kam dorën e lehtë. Jo, brylin këtu. Më falni. Ky është një nga defektet e punës. Ta nuk kemi ku të mbështetemi. Do të kuptoni bështet. Jo. Se mos ma merrni për ters, unë duaj që dhëmbi të më rregullohet. Pastaj të tjerat ju i dini vetë. Hapë gojën. Qarë dore të rëtë që pas kemi. A ke siklet? Siklet më vdi që kam dhimbje. Hajde, vazhdo. Olta,
Hajde pak, hajde. Falë një pak. Ç'kemi tani? Ç'kemi? Ka ishtë pa prekshme që në keni u femrat e sotme sa që më lërë të pres 2 orë si losh? E para nuk e dje kush më kërkonte dhe e dyta se prisja. Po s'ka problem, s'ke pse preti. Presun. Ne meshkujt pas kemi lindur ditën e qametit. Kuptohet për një si ty se tjetë për mua, as maman time nuk pres. Hajde ta pim një kafe, se e di si jam sot, të kem një mjet likujdimi direkt e heq qafe vetën. Hajde ta pim një kafe. Jo, më vjen keq Tomi, se jam me zën, kemi ditëlinjen e motrës dhe më duhet të shkoj në shtëpi. Po unë nuk vite ditëlinje e motrës, kështu që Po jo, unë edhe mund të kisha ftuar, po s'ka kuptim. Absolutisht, ke pse ngul këm, jam shumë i zënë, më kupton? Hajde ta Po pim jo një pra kafe. Tomi, thash, më vjen keq, më duhet të shkoj në shtëpi. Ju femrat pas keni qenë shpirt kazëm përfundimisht. E shifni tjetrin në buzë të greminës dhe mundësisht jepni edhe një shqelëm tjetër që të vdesi fare. Hajde të të çojnë shtëpi më mirë. Hajde. Aldo, mos i jep aq shpejt makinën se këtu ma ke sjellë ti, ha? Kaq po them. Ore qa thua? Hecë drejt tash, se për ndere di si jam sot. Karagjozo. Ç'keni ju e një zën të dy? Qa të zihesh me këta më shes jesh ky, lepur. O Tomi, do i lësh të mua bete se e di veti pastaj, e? Qartë më qa? Po ti kam dhënë 3 herë lekët për të larë makinën dhe shiko si ma ke lërë. Zgjyrë. E di qa kushtesh du unë apo jo? Të ma lash dhe biles t'i hysh me gjuhë, ta pastrosh. Qa kujton se jam? Nën Tereza? Ore, mos gjyta që se kemi këshu. Hecë mos e si e fmi, duron. Më falë, sinqeri se pasaj çkusur ke ti të dëgjosh sharrët tona. S'ka gjë më Tomi. Mi jep një 15 aspirina mua, shpejt. Ore, nase 20 i pive para dite, e 15 tashi i bit 35, shumë më burr. Po jo Tomi, jo, ti pas ke pirë shumë aspirina, të lutem, do vdesësh me kaq shumë. Do vdes? Po. E di që nuk është ide e keqe. Do vdes. Nuk i duhem as ti me mëje, as ti mati. Biles as kryetari bashkisë nuk do t'ja di më rëndë. Që tani u hodha. Ua, o Tomi, Aldo, bëj ti çka, Aldo. Qa të bëjnë me ti idiotësh, a je bën? Mos rika që një ferë. Më lërë t'i jap fund se nuk e du më jetën. Po jo, Tomi, jo sot pak të... Po nuk kam arsye, nuk më do njëri jap. As ti Biles, ika. Po bëje për mua, Tomi, jo sot, mos di sot. Për ty? Po. Mirë. Po e lë për sot. Mase do të vdes në i ditë tjetër. Po jo, Tomi, ti nuk ke asyj me qa do i pish aspirinat. Po quj, ma i zemë. Po Tomi nuk i pi ilacet. Tomi ha! E kuptove? E të mërshme, mbaje pak, se nuk e përballoj do të situatë. Pse do zbresesh? Po ja se këtu e kam shpinë. Dhe Aldo, të lutem, mos e jep aspirinat. Bëj për mua. Shiko, ka një kokë ky që po e vendosi, do mbaroj këto edhe do filloj tjera. Gjithsesi unë do bëjt pa mundur që mos të japo. Edhe ti drejt që ta hajt dili qik në rarë se ka bezdi. Tomi, të lutem, mos e pi aspirinat. Do ta bëj për ty. Pa merak. Nuk vdes se tani mu shtua një arsye më tepër për t'jetuar. Po pra Tomi. Ma e makinën tje, lepur. Kuptove tje? Absolutisht jo. Mirëpafshim. A thash Majdan, a thash se ky të shpojlen këte, a thash. Për kokë të Baxhulit, mos më ardë Baxhuli i vdekur, unë kisha menduar se tani që kjo u bë me fëmijë, nuk do ta tratonte. E po gjithë kjo femër të shkoj me të zullap. Qa zullapit maj, me këtë zdap me thu. Jo, mua kjo ftyrë që në fillim nuk më ka pëlqyer. Që kur vrau të fejuajnë e partë të motrës dytë, që aty mora kaqinate, mora sa... Po ftyre nyt, ma ftyre nyt. Po. E ka i hile këtu? A thua mërë Mirushka i le, e? Of, ma! A më të qa fut koti, siguri ke parë gjitha serit. Po në 3 serit që kom pa vjet, i kom pa që bashkohen. A ku ti flet njerë me këtë gjutin? Mamas. Aman more Mirush në qose ti në një gjë, na e thuj mos se na ka ngelu lamshi këtu, na ka ngelu. Qa lamshi maj, na shbat topin fët thuj. Aman mare Mirush. Po dite i gjavë, na e thuj bre burri dheut, na e thuj. Qafsha ty. Dhe qafsha. Prap ty. Nuk t'i gjo, mëj. Unë po ta disha, ja kisha tregu Lolës, mëj. Ja, hyri, po hyn këtera.
Po qan. Jo, s'ka për t'ja hapur derën ajo. Ajo nuk e hap derën. A thu? Po. Ka për t'ja fut. Qa do I fusin, Marmirush? Reklam! Ama te e si drejqit. Mbajeni mend që ka për ta lënë, mbajeni mend. Dhe si kur ta disha. Dhe e disha komplet. Çfarë dije ti mor? Se nuk di kur gjë. Uf, ma. Par zotën, Majdan. Par zotën më thuj. Apo ja hap derën ai asaj, apo ja? Moj po derën ka për t'ja hapur, por unë kam frikë se do t'i thot që fëmijë nuk e ka me të. Moj mos e diskuto. Ajo o do thotë të vërtetën, o ai ka për ta vrarë. Jo, letëria jo kështu, si gjysla kur ishte në shtëpi. Jo, në këto raste thuhet gjithmonë e vërteta, vetëm e vërteta. Po inshallah s'ka gjë mbrek, thuj. Çfarë do ketë më? Ndoj fikse. Pistoletën e pashën kur ardhin nga dritarja. Po, filloj. E hapi derën duket. Ja, se po e hap. Jam mbylli, të zezës. Një gotuj par zotën se marova. Ku ka uj, me uj. Uj vjen në tet. Jam mbylli, marbo. Ja mbylli. Keni që qanin. Apo, nomi. Shka ndodhur me flisni? Po jamër e papi. E deshi që vjetëm dhe la në mes të rrugës. Kina në mes të rrugës, moj, se po më të shmend. Man mërë pa gjoli sa e të mërshme. E shikon këtë. Ky është I mrekullueshëm me shpirt njeriu është. Kush, moj? Diegoja ke telenovela. A, Diegoja? E qka këtu për t'i qarë? E po ti nuk e ke ndjekur prandaj. Ky burri që hyri tani, ky I dorëzoi sa një zarf edhe ky I prishi punën fare. Ky burri I zhveshur? Ky lakuriki? Po, kjo gruaja që I futën në shtrat, kush është? Kjo është Tezja. Si Tezja? Po gruan e vetë ku e ka ky? Shikot është I sheva të dytë. Ajo poshtë është halla. Ai burri sipër është burri Tezës. Si halla poshtë edhe burri Tezës sipër. Shikot është burri Tezës shkot me hallën. Kurse halla ja drejt djalin dajës. Ai kupton. Ja kuptove, po më përzihet. Po pse s'e shef vet? Shife, mos ta ngatro tash I Gjulija të keqe. Se shef vet. Po ti pse përmallohesh kaq shumë sikur ke të tëm aty? Jo, po nga që qashin këto thash. Mendova të qaj dhe unë. Qa mendove ti? Mendove për punë, se po të pushon edhe njerë nuk të gjej më punë. Po unë për punën kam mendova ato me 2 pleqë jam në rregull. Kur do nisesh? Nesër mes, 5 mjesit e kemi lënë, ti si e vrap nga liqeni. Apo si shim bosa. Po vajzat ku janë? Vajzat janë në dhomë janë. Ndërsa Tina është në dhomë. Tina në dhomë? Tina është ke dentisti. Më fal. Wow, sa e të mërshme. Zdo. Au bogja me atë gotë në ujita? Si e do ujtin? Uj, ma me ken. Shampon po, unë nga vëndër. A e do me gaz? Uj, thash me ken. Gaz paq. Mas vrapon! Wanonën! Mas vraponi anonën, do beri vetëm qaf! Mas vraponi, Daspasoheni! 1 minutë lajmëroj Mirushin, se nuk di gjë për ditëlindjen. Alo? Urdhro? Kush jeti? Jeni ata të vrapit. Ma e pak Mirushin të lutem? Këtu është, I ka rënë fikët. Po mi më ku e gjeti fikun a I mor njëri? Po, I ka ratë fikët. është pa ndjenja fare. Po bjeri me shpulla, se ashtu I ka stil na I qohet, po, bjeri. Djali,
Djali të lutem, se kemi një pacient. Po që doni atë më kush për vrabe jo shi marun. O, Luli! Karat fik do, Luli! Duhen marrë disa karrike ande nga drita. Do të thresim dhe dritën. E kemi thirrur më. Por unë mendoj që rinia me rini. Shiko, se teta drita, ajo është grua inteligjente, nuk është ashtu kot. Edhe demi asaj i ka ngjarë. Pastaj mbi të gjitha mami, teta drita është moderne. Po pse, ne jemi prapanik si pas te? Edhe ne modern jemi. E ne do të rrim sa për fillim, sa për mirëseardhje. E pastaj do të shkojmë nga dhoma tjetra, nga... Në Halea! Jo, Halea nuk e bllokojmë ne. Okej, mami. Halea ju duhet të rinjve. Do të Baxhuli unë po shkoj të blej tortën, do të kam lënë pije, dakord? Do më thënë po u bë kemi tap sot keqen gjashje? Po kemi apo s'kemi fest? Atë keqen gjashje. I ka edhe unë te parukjeri, se mbajti vonë, nuk vënojmë. Timi, budallaqe, lyt kuqe se ashtu të shkajnë. Timi, Nelli, se si do t'i lyej është puna ime. Shiko këto kashtat e tua ti. Më është të keqen. Atëhere, unë mendoj që t'ju bëjmë qefin edhe këtyre të rinjve, ta bëjmë kështu në formë hokej. Po nuk i thonë okej, më ngruaj. I thonë koktej. Njësojsh, okej, koktej, aty. Haj, qau shpiqet marrësh birra tani. E mora vesh, grua, mora vesh. E di si i thonë këti që paguan? E di. Si i thonë? Boss. E ke gabim. I thonë rop. Ti jam punë. Një tort, lutem. Ta me mirë. Që kemi Geta? Geta mos të karem, ty kë 10.000 lekshi? Po imi është. Po kjo tjetri? Sa u tuar që janë. Geta më duke shumë e utuar sot, ha? Shu jam gjithmonë. Shumë faleminderit. Faleminderit e juve. Të mos të radhe kjo? Këtë radhë më ra mua. E shikon që nuk jam vetëm më të utuar. Nuk i hutohu po ky çdo. Hey, mas jem 10.000 lekë pari. I që dorë dje, vjera tonë, janë lekë të pensionit tim do. Jo lekë mi o idiot, o trap se. E më për idiot mu, se thras 0.900 mu. Ore thyrë po deshe 507 po silli sa më halli xhi për vete. Ore, kush është 507? Ore katunaj, daja ime. Gjoj. Katunaj? Katunaj. Gjo këtu, he, mos frizo pensionit po të. Sill 10.000 lekë. Jo, shpjetin mere pa deshe. Pa më është lekë nuk ka jam. Do të më se ju parë lekë. Çfarë bëu këtu? Mos e dorë. Të vash he. O shefo, ata hape dhe unë i menime? Se kam menje pjellore, po e përgjo. Këtë 10.000 lekshin që ta mbyllim të skita, ndajnë 5 njëri, 5 tjetri edhe e mbyllim neve? Hajde, prandaj na duhet mendimi i pastër qytetar. Pa. Surpriza! Tina? Tina! Hajde. Si tu duket? Luku i miri. Mirë, po edhe të zeza si kishe keq. Megjithatë bukur, shumë bukur. Kam gjithë ditën që mendoj për ty. Edhe unë për ty. U bën 3 ore 49 minuta që ke ikur nga klinika ime dhe unë vetëm për ty mendoj, Tina. Edhe unë vetëm për ty kam menduar. Tina, unë do ta them. Thuaj e të lutem. Tina. 6 në lartë. E ke shumë keq. O të shtatat, kur i bien? Dhëmbët vetëm të tretat kanë. Ky është dentisti. Përshëndetje. Ha? Do bëni në i seancë këtu? Ka ardhur për të festuar ditëlindjen. Ah, po urdhroni, uluni, urdhroni. Faleminderit. Shtyp. Urdhroni. Urdhroni. Si. Sa i pashëm që qenë kam. Baxhuli. Mashallah, shi si është. Po ne s'do e blejmë, grua. Vdes për mua. Pasi kisha një dhëmballun për të hequr. Nuk më hoqi. Mala. Ja ka lënë Baxhuli dhëmbin. Dëgjoj, duke u bazuar në këndvështrimin tim profesional,
Ju duhet të jeni babaj me Sari të konceptoj unë kështu në kënd vështrimi profesionale. Bravo! Se mos dyshoni që jam mamaja? Jo, po unë si dentist dhe si profesionist, po nuk u sigurova, nuk vendosë. Sepse ju mund t'jeni vajza hallës, çuni tezes, graja tezes, graja gjajës. Jo, se ju mund t'jeni dhe vlla i Tinës, më kuptoni? Ai është mamaja? Unë jam babaj. Shumë bukur. Do me thënë, unë jam mamaj të keqen e mëndjes. Unë jam mamaja, ndërsa ai është babaj. Okej? Kjo është mami. Shumë bukur, pështet. Urdhëro? Kjo është mami. Gëzohem shumë, gëzohem. Ju me çfarë punë merreni? Unë kam qenë berber. Pastaj kalova në oficer madhor në ushtri. Jo, Baxhuli! Ti ke qenë rreshter. Po, edhe di çfarë u bënte babi ushtarëve. Rreshtore ju bënte. Ja, rreshtore s'kam bërë asnjëherë unë. Unë kam qenë magazinier në ushqime. Dhe gjithë ditën Po mirë ti magazinier ke qenë babi, po s'ke qenë ashtu kot. Ke qenë magazinier me shkollë të lartë, edhe nëse merrje ndonjë gjë ashtu, e ke marrë në shërbim të ushtrisë apo jo? Ushtrisë edhe të ushtrisë familjes tënde. Okej? Okej. Pështet, shumë bukur. Po ju me çfarë punë merreni? Unë më përpara kam punuar në ndërmarrjen e lesh punueses. Do të thënë, e dini ju se çfarë do të thënë lesh punuese? Pun leshi. Do të thënë mami ka pas bërë ato centro të rumbullake në tavolina të ndryshme. Sa zanat të bukur që keni ju dentistat. Është e vërtet. Është e vërtet kemi një zanat me të vërtet të bukur. Megjithëse është dhe pak i vështirë. Është pak i vështirë. Ndodhin raste të ndryshme, për shembull, para 2 ditësh më erdhi njëri donte të hiqte tetën lart. Pse? E kishte të prishur. Unë gabimisht i hoqa 7-ën. Më kuptoni? Në vend të tetës i hoqa 7-ën. Ndodhin gabime, më kuptoni? Sigurisht ndodhin në punë sipër. Do të thënë ti i hoqe 78-ën? Jo. Tetën lart, se 32 dhëm ka njeriu. Unë i hoqa 7-ën në vend të tetës, kupton? Iku dhe mbas 2 ditësh e kuptoi debili edhe erdhi bëri namin se kur i kisha hequr hundën. Është e vështirë në vetvete. O, bën burri kështu për një dhëm more bë. Shumë mirë. Pështy. Është e treta herë që më thua pështy. Pse duhet pështy xhanëm? Do më falni, po është problem profesional. Kuptoni? Po vazhdimisht. Okej. Ky nuk është se do ta thoj, po i vjen ashtu organike, kupton babi? Si të duket fustani që kam përgatitur për ditëlindje. Ekstra fare. Pështy. Më fal, e gëzofsh. Se mua më pëlqejnë shumë këto me dritare të ndryshme kështu. Jo, po të pëlqeu ty babi unë e heq. Si do e heqësh? Po me çfarë do rrish pastaj? Po që se është puna për mua, s'ka problem, Unë nuk është të dori pa gjë fare, babi. Unë thash, e heq këtë dhe vesh një tjetër, kupton? E di si është puna more djalë? Në qoftë se kjo do të bëj një veprim i thot jatit. Po ai tha ai po. Ai e bën, po i tha jo. Okej? Normal. Kuptohemi shumë mirë me njëri tjetrin. Shumë bukur. Pështet. Gjëna. Bletët pas kanë hikur, pas kanë mbetur vetëm kosherja. Bletët janë insekti mrekullueshëm, unë kam lexuar shumë për to, edhe sidomos mjalti më pëlqen shumë. Edhe mua shumë. Të Baxhuli, kolla tortën. Ju duhet jeni dentisti? Po, unë jam. Unë jam Greta. Përshëndetje. Përshëndetje. Greta është kushërira jon, ri këtu tek ne. Bukur. Tina, nuk ju ish nga goja. Mbrëm, t'ja them? Ashtu vërtet, unë mbrëm ju kam përmendur edhe në ëndër, po më vjen turp ta them. Vërtet? Po, thoshte, hiqe. Edhe ti e hoqe. E hoqa. Të kam thënë, Tina, të kam thënë. E kam dorën të lehtë, pupël fare. Do shta ndojnë ditë do të vidon andej nga klinika juaj. Me gjithë qef. Po se kam pak dhimbje, se di. Po ti si ankuar ndonjëherë nga dhëmbët e çuditshme? Ç'le nga dhëmbët ti më vajzë? Ti në rregull ke qenë. Tina ka problem. Okej? Sot në mëngjes nuk e di. E di çfarë? Pa çoj i rregullon çik tavolinën atje me Oltën, atë bëj. Ruqe. Urdhë? Unë në flas me shkurtime vazhdimisht. Pispiruqe doja t'i thosha.
Pispiruq. Por në shtëpinë tonë tani do të bëj edhe dhëmbët. Po nuk ka problem, ja bëj falas unë. Falas? Ç'ne falas? Ju jeni të rinj? Ju duen ato pare. Okej? Vjen. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mbyllë derën. Edhe 100 motra. Faleminderit. Motra! Motrën. Urdhro? Du ta uroj. Edhe 101 motra. Kjo është motra ime madhe me bashkëshortin. Haj. Ha? Si e? Vjeve? Na ka prishur gjakun. Ka shpëtu kot. Kot shpëtova. Po si të ndodhi mërë fakir? Ishin plejt poshtër ato. Vraposhit sikur duke ishe fut korentin në mes. Wow. Unë e homa fare. Isha komplet gjendje homa. Komo. Komo. Me pak fjalë përfundoj në spital. I bëm ja 2 serume dhe unë ngrit tani. Ma mirë jam. Ma mirë. Futa një 2 suflaqe, 2 panine. Në rregull jam. Stabilizova. Këto kolpot nga ana mjekësore janë shumë të rrezikshme. Po, ashtu është. Vërtet. Unë s'kam bo vrap, që kam qenë i vogël. Shështë ke borri? Kush është ky? Pshty. Unë? Është dentist. Edhe i kam betur si shpreje... I kam betur kështu, si internacionale. Profesionale, mami. Okej, profesionale. Tina... Urdhra. Do një gotuj. Tina... Urdhra. Se si m'dukesh? Jesh nash? Është Barbjande. Ke pas flokët bizele? Pushotën. Tina! Urdhra. Sa ka ndryshu? Urdhra. Ku e le dhuratën? Po pra ku e le? Më ku e le ti? Kemi ndonë si për lavatriqes. Durojt kjo tani? Erdha. Bashkë me Gretën që rasti këta shokët e mi të ashti. Qa shokësh mi? Të janë shokët e mi? Oh, po mirë mi, në klasë me ty jam, po edhe mua më duan, po. A shpirti mamit, po kush s'të do ti moj zemre mamit? Ti je si yll kinemaje. Ti je si Tina Truma. Jo, po Tina Treni. Tina Turner, mami. Okej. Atëre, ne me Danën me gruan do në falni, ju rini me rini, bëni qef sa të doni dhe si të doni. Ja. Se... Mos ju vjen keq që po hikim? Jo. Atëre po rrim? Ju faleminderit shumë dhe ja u paçim borxh. Hajde Dana. Come on, everybody! 100 motra. Falinderit, merrni të gjithë ashti pa. 100. Nguruar? Okej. Falinderit. Urdhra. Edhe 100. Falinderit. Ja. Dush. Plan bis. Erdi aty, pa. Demi. Mirë mrama. Hajde. Më falni, Urdhra. mos keni paracetamol. Po të gjej unë paracetamol. Është maja e smurë dhe... Pa tjetër, po t'i hajde urdhra, këtë unë kam vikindjen sot. O, bashkë si ndjeshe, nuk më të rritë. Unë futbollit jam shefi. Pse du të rish ti si për unë poshtë? Nuk është etike. Po bravo ja. Ky është Demi, është komshiu. Ky është buri Lolës.
Demi! Ullu, Demi. Po nuk jam I veshur, kjo performancë e imja nuk vlen për këtë ditëlinje. Vjen keq, unë me gjithë shef do të rri, po do të kuptoni. Po ju I veshur jeni, s'ka problem. Nuk tha se jam lekuriq. Kupto drejt. Demi është shefi im në punë. Ashtu. Ndërsa ky është burri I Lolës, Demi, Mirushi. Jam burri I Lolës, a? Gëzun. Dentisti është miku im. Shtu? Përshëndetje. Që ka e vajza që qeshe, po. Hajtë. Jenë goca të reja. Ashtu e? Pse këtë vjetat nuk qeshin? Janë më serioze këto. Sa për mua betë tash? Po. Sa për bisedë, sa për Po, atmosferë. Ashtu është. Gjatë hullumtimeve të mia. Ku? Në Kuks. Këtu mërë vlla, këtu. Këtu. A, këtu? Po. Se kujtova se në Kuks, tash. Ja. Gjatë hullumtimeve të mia, kam vënë re një gjatë çuditshme. Mos e keni vënë re edhe ju tjerët. Po si, unë e kam vënë re për vete. Po çka ke vënë re më? S'po më vesh. Më fal, jo, se pas kam vënë re. Ta janë gjana që kam vënë re unë. Po. Pra, unë kam vënë re se nga dita në ditë, Tirana po mbushet me tirancë. Po si, ma këta e kam vënë re unë. Këta e kam vënë re unë edhe unë. Shumë interesant është. Shumë. Jo se, ato dursak, po mbushen me dursak, po prap, këmë banë përshtypje shumë. Interesant. Në fakt, do të mbushen me tirancë. Dursak? Po. Jo. Dëgjoj. Po. Më fal, më shif pak? Urdo. Afro. Mos hiti e si afut por dhe s'ka. Olta, qera se Demin të lutem. Jo, unë... Me vjen keq, unë punoj në ministrim, ngatroni me nëjë tjetër. Po pa tjetër, sigurisht. Demi është shefi im, kupton? Ajde si ai më. Gëzuar, po, pa tjetër. Falë, se sa kom dal nga spitali. A? Se... Dukesh, kapër. Disa keq kom qenë. Pa dukesh, ti shifesh tash, më nëse i ki qenë më përpara. A ke qef të regoj Basalet? Jo. Tina... Urdhëro Mirush. Ta të regoj një Basalet? Keni qef? E mësova në spital këtë. Ishte një fshatar, një ushtar, edhe një Gjerman. Më kupton? Gjerman? I Joni? Jo, Gjermani ishte Gjermanis. Ushtari ishte Joni. Tash ky fshatari, ky shkreti ishte me pasaportizim në Itali ky. A, do me thënë kishte permeso ky? Ja, më si kishte permesi ky. Ky I bite drejt gjithmonë. Ky ishte foragjer. Refugjat. Ko shash kjo borri? Mos u shqetëso, Mirushi. Është dentisti, ta shpjegova më përpara. A, po. Tashti ky fshatari kishte pasaportizimin në Itali ky. I thot tashti ky, se këtu është e bukur, më kupton. I thot tashti ky fshatari ushtarit. Ja. Nga trove. Filloj edhe një nga filmi, Mirush. I thot ushtari fshatarit. I thot, me jep thot ti thot mu pasaportizimin. Thot për në Itali, kurse unë thot të jap thot atë gjithë pajimet e mia, thot kostumin tim thot. Për në Gjermani? Për në Ja. Ushtari thot. Pastaj? Pastaj ishte një batute fort fakt. Po këtu se më menu. Atë po plasi gazi më. Ashtu ë? Ishte shumë e bukur. Ishte shumë e bukur. Asa e bukur ka qenë. Unë fal, po më duhet si pa kuptim. Pa kuptim. Pa kuptim, po a shumë e thellë. Shumë, është. Duhet ke shumë men që ta mash men. A më kupton? A ke qef të tregoj dhe tjetër, se I pas kemi qef të duket. Nga mënyrat e mendurit që keni ju, unë nuk kam qef të më tregoni ma. Ashtu është. Asi gjë. Pra, ta tregoj dhe një. Mama në smurën. Ashtu, qa ka mama japë? Ma, I kam drita. Sa I natë më vjen. E unë po iku. Mos ik se dorzohesh. Ka për dorzuaj, ka për të thuj qafën, meme. I ka për të hymë banjo. Ma e di atë punë. A I ka -7 për syzet.
debil. Grua state I futen duart në errësirë. Më falë, nuk të pash. Ka I dikim sa parë dritat se në turpërove. Hik. Në bash. Shkjo më rejqë nga pus. Olta. E më, kini për të ngërën apo jo? Kemi. Hëngrët të knaqet? Olta. Moj Tina. Jo, nuk jam Tina. Është I pelbrunja kjo, të keqen mami. Olta. Jo, nuk jam Olta. Jo, kur janë edhe vajzat tona me Keqen mami. Ua, që bëhet këtu me grua. Se ben qef. Po ti mërën, qa bën këtu? Gjashtën lartë e keme të vërtet keq. Po shikonim dhëmbët. Dhëmballë. Wow, erdhën në dritat. Sa mirë. Po jo, pëse rrini kështu më? Po kemi apo s'kemi gëzim? Po këndone, për shembull, shumë murime për ty, ose për ty atë dhe, Ose si e psoj karroce 2 lit. Maja, jo nuk është kjo është vallë. Më kam kujtuar se është rrep. Të keqen e mendje se kuro. Është e jashtëzakonshme të bëhet vajza 28 vjeçe. 25, baba. Me 28 për 25. Po, ajo e vogla, Olta, që bë? Olta është poshta që nuk do të vonohet. Poshtë? Olta! Kështë këtu pa më sqaruar mua për shumë gjëra, kupton? Më duhet të iki, Tina. U bëfsh edhe 100 kile. Unë të bëjmë 100 kile? Më fal, doja të thoja 100 vjeç. Pështy. Faleminderit shumë, po. Kur të më vi për të përshtyr vetun. Edhe ti po të duash të shkosh, je I lirë urdhra. Për jashtë. Mirupafsh. Jashtë. Debil. Babi. Po ç'pate moj vajzë, ç'pate? Mami. Unë e mendova njëri serios. Pa I më doli. Karagjos. E dëgjova me veshtemi kur I tha dikujt në telefon. A shpirt o zemër, po vi. Kupton? Mirja bërë, mos I fol fare. Po dhëmbët? Kush do të na I verë dhëmbët neve?
Jo, për gjë, po, ai do të na I bënte edhe falas. Po. Po ha dentista sa të duash me groj që ti ngule dhe shkullin dhëmët. Jo, babi, jo! Ai e kishte dorën e lehtë. Oj, zio. Okej. Ai është. E hapur. Prapti. Kisha haruar tortën në makinë. Haje vetë! Me gjithë të pështi! Më I gru. Kur stecën. Prap do flesh ti më? Si prap? Po, ndonjëherë dhe do fle, gru. Ti fle gjithmonë. Baxhuli. Kush e ka thënë të shprehjen gur bëhet mur? Gur bëhet mur? E. O noi kines ose Stalini. E gjete. E gjeta? Stalini e ka thënë. Flitën. Baxhuli. Giulia. Po këtë tjetrën kush e ka thënë? Kush fle me qen, gdhihet me pleshta. Kush fle me qen, gdhihet me pleshta? Po. Këtë e ka thënë, jo tëmë, po mbyllët. Të mbyllë më dritën? Dritën edhe gojen. Fernando, ka pesor dajnë e vetë. A kupton? Ka tos? E mora, filloj edhe njerë nga fillimi. Shikon të një. Ai që të merresh vetë. Nuk përballoj vrapin e karën fikë. Po në çfarë fiku I pja I mor njëri? Ti vore sa tomi. Trumat, thërnë, çfarë? Në buzë me babain. Trumat, thërnë, çfarë? Në buzë me babain. Unë kam menuar... Ma, u bo, molla. Që të bëjmë I orë, të të rime... Ma, u bo, molla. Që të bëjmë I orë, të të rime... U bën 3 ore 49 film. U bën 3 ore 49 film. Tina? Po besoj se do ta keni vënë re edhe ju. Po si, ma, unë as nuk e diskutoj fare. Po më çmend. Ku e le dhuratën? Po le që ti s'po xhiron. Ku e le dhuratën? Mirushi ti ka rënë fikën. Stop. Jo, vetëm këtë batu do bëj. Le. Fillo. Opa. Prisë u trema para kohë. Fillo. Opa. Prisë u trema para kohë. Mos bëni kështu si fëmijë, tani sikur kush e di se çu gjeti. Hajde, qetësoni aty në familje. Problemi ke fëmijët është do kem as do kem më, po hajde. Mos bëni kështu si fëmijë, tani sikur kush e di se çu gjeti. Hajde, qetësoni aty në familje. Problemi ke fëmijët është do kem as do kem më, po hajde.
Në çdo iluzion, një ritëm për jetën. Në çdo fjalë të thënë, për të vërtetën. Në një çmenduri, shpresë e gabime. Sa dashuri që lam në përbegime. Onda vjeti besojnë, labirinti një loje që ku zmaron. Jo ju fati në qel, një dëshire pas prehu, një piruel. Onda vjeti besojnë, labirinti një loje që ku zmaron. Jo ju fati në qel, një dëshire pas prehu, një piruel. Në një ndorim, haroj magime. Në një natë pasioni, tretën pendime. Një ka piki lartë, pesi kujtime. Si so që fluturojnë në perëndime.